Përshëndetje, doja të bëja një denoncim për kompaninë Luma Network që administron një pjesë të kioskave të Bashkisë Tiranës. Kam punuar për një periudhë të gjatë si shitse në një nga pikat e tyre dhe pothuajse çdo muaj, jo vetëm mua, por shumë punonjësve aty na janë mbajtur lek pa drejtësisht nga paga. Pa u dhënë një shpjegim, janë shtuar minuset pa qenë në inventare, si që të viden sa më shumë punonjësit, edhe pse me një pagë minimale 400.000 lekë të vjetra. Edhe nga paga e fundit, muajin që tash dorëheqen, më janë mbajtur 70.000 lekë të vjetra, edhe pse kam qenë korrekte me pjesën e punës, me inventare dhe pjesën që do lija punën, i kam njoftuar një muaj para. Para se të kalonte pagesa, kam marrë një telefonat, disa telefonata më saktë nga punonjësja e burimeve njerëzore dhe jam kërcënuar që nëse nuk firmos një dokument që kompania i ka shlyer të gjitha detyrimet ndaj meje, nuk do më kalonte pagesën. Patjetër që nuk e bëra, pasi kompania më detyroi, pasi nuk kisha marrë pagesën e fundit. Bëra një ankesë tek administratori Margen Ademaj, i cili pretendonte se nuk ishte në dijeni të situatës, i cili më tha që do e verifikonte ngjarjen dhe do më jepte një shpjegim, i cili nuk erdhi asnjëherë, thjesht më bëri një blok tek numri. Ju bëj thirrje personave që punojnë aktualisht aty dhe që mbase do punojnë në të ardhmen të kenë kujdes pasi këta persona nuk ngopen duke vjedhur. Faleminderit.